Po ju updatoj për jetën time, që së fundmi ka ndryshuar goxha. Përshëndetje, ju kam munguar, u bë besoj që 2 javë nga videoja e fundit që kam postuar me zë dhe figurë. Shumë gjëra kanë ndryshuar. Po, arsyeja pse unë kam munguar këto ditë me video, me reelsa, kam postuar ndonjë story TikTok, ka qenë fakti që Instagrami më bllokoi. Dhe nuk e di çfarë ndodhi, një ditë të bukur zgjohem me një mesazh nga Instagrami dhe më thotë që ej vajzë, shiko se ti ke shkelur kushtetutën e Instagramit dhe nuk mund të postosh për 2 javë në vazhdim. Mendoj që edhe Instagrami e kishte kuptuar që më duhet me vërtet një pauzë, të merresha pak veten dhe të rikthehesha po fuqishëm për të gjithë ju. Për të gjithë ju që keni qenë këtu dhe më keni pyetur gjatë gjithë kohës, çfarë po ndodh, a je mirë, pse nuk po poston? Shumë faleminderit, kryesisht të gjitha vajzave të grupit që më kanë shkruar, ju jam shumë falendëruese strukturës time që është kujdesur për mua, duke më thënë që është çdo gjë okay, por problemi më i madh ka qenë Instagrami i cili më bllokoi, por tani jemi shumë në rregull me metën dhe shpresoj mos më bllokoj më, do përpiqem shumë që ti përmbush të gjitha kriteret e kushtetutës së Instagramit. Kështu që, mirë se erdhët sërish në Glow with Anxhi, unë jam Anxhendo dhe së bashku do të shkëlqejmë të gjitha vajzat dhe zonjat që ndonjëherë u humbet shkëlqimi dhe zhyten atë monotoni.